Jam Shkodran Ladrosi, desha me pyet Aleut me punu në kohën e xhumas apo do të më shkon në xhami për ta falur xhuman. Hoxhë nderuar, para pyetjet e kuptuat, besoj që do t'ju përgjigjeni. Ishte pyetja rreth asaj se a lejohet të punohet në ditën e xumas. Dita e xumas do të thotë në vetën e saj ka namazin e xumas. Ndaj ajo që është ndaluar të punohet në atë kohë është përderisa të falet namazi i xumas. Nga se disa musliman e keq kuptojnë këtë, duke menduar se e tërë dita është ndaluar të punohet. Jo, lejohet të punohet ditën e xumas lejohet të punohet, por nuk lejohet të punohet dhe nuk lejohet të ushtrohet çfarë do lloj aktiviteti për mashkujt e moshës madhore në kohën kur të thret namazi i ezani për namazin e xumas derisa të falet namazi i xumas. Andaj nuk lejohet të punohet, pavarësisht çfarë aktiviteti. Por nëse njeriu është i imponuar, i detyruar, kjo e ka përshtimet e veta, do të thotë që nuk dëshiroj tash të futem në këto problematika, nga se çdo problem pastaj e ka zgjedhjen e vet. Çka po duam të them me këtë? Nuk dëshiroj që dikush ta kupton se puna është arsye për të braktisur xhuman. Asesi, nuk është arsye. Njeriu duhet që ta braktisë punën dhe të shkon ta fal namazin e xumas me xhamat në xhami, nga se kjo është obligative. Nga se Allahu xhallahu ala në mënyrë të prerë dhe decisive ka thonë: Ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. O ju që keni besuar, do të na thotë Allahu në emër të besimit që kemi, në emër të përkushtimit ton ndaj Zotit ton, thotë Allahu i manduar idha nudiya lis-salat, kur të thirret për namaz ditën e xumas, fas'au ila dhikrillah. Shpejtoni, në mënyrë urdhnore, shpejtoni ka përmendje e Allahut, ka falja namazit të xumas, wa dharul bay', dhe braktisni çdo aktivitet, shitblerje, punë, mësim, çka do të qoftë braktisni dhe çasjoni xhamive për të falë namazin e xumas. A dhe nëse mbetet se njeriu nuk guxon të ushtron asnjë aktivitet tjetër gjatë kësaj kohe përderisa falet namazin në xhami, pavarësisht çfarë aktiviteti është, duhet të braktisë atë, duhet të jek dorë dhe të shkon të falë namazin në xhami. E pastaj nëse dikush ka probleme serioze në këtë drejtim, unë i këshilloj dëgjuesit tonë dhe këtë dëgjuesit tonë të respektuar që e ka bërë këtë pyetje dhe këtë shikues, këshilloj që mos të marrin vendime vetanake individuale. Në kuptim që unë domethënë jam i zënë dhe kam arsye. Ka se përsaktimi i arsyet nuk bëhet nga dëshira jon. Ka se njeriu në shumicën e rasteve ka mundësi të jetë shumë subjektiv. Do të gjykojmë me ndjenjat e tij, të gjykojmë me interesin e tij kështu me radhë, andaj unë këshilloj që të gjithë ta kuptojnë se kjo është esenca dhe kjo është baza. Do duhet braktisësh të gjitha punët dhe të shkosh ta falësh namazin me xhamat në xhami ditën e xumas. E pastaj për arsyet e tjera i drejtohesh hoxhës, atij që din, dhe për çdo rast ka përgjigje të saktuar që dallon rasti prej rastit. Dikush ndoshta e ka arsyen fetare për të që tolerohet nga namazi i xumas, po tjetër nuk e ka. Andaj secili duhet pastaj individualisht që ta merr legjitimimin nga hoxha, nga njeri i dijshëm për veprimin që e bën, e jo që në mënyrë vetanake individuale të vendos pastaj se a ka mund arsye apo nuk ka mund arsye. Zoti i dhe mësmiri.